Një pylltar po patrullonte në shtigjet e Apellishanit në Maine, duke hasur në diçka të papritur. Midis drurave qëndronte një tendë e rënuar. Pylltari kuptoi që sapo kishte gjetur kampin e braktisur të një alpinisteje që ishte zhdukur 2 vite më parë. Gjërat u bën edhe më të çuditshme kur një burr zbuloi ditarin e turistit të zhdukur brenda tendës së dëmtuar, duke pasuar kështu mundësinë të shihte shënimet e saj të fundit. Jerry ishte 66 vjeçe, ku vendosi të ngjiste një nga shtigjet më të famshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtigjet Appalachian. Ky shteg shtrihet nga mali Springer në Georgia deri te mali Kididan në Maine, me një gjatësi rreth 3500 kilometra dhe nuk është as pak i përshtatshëm për zemrat e dobta. Por një rrethane pengonte Jerryn. Të dashur shikues, para se të fillojmë, ju lutemi, bëni like dhe abonohuni në kanalin tonë. Jerry kishte marrë vendimin e saj. Ajo planifikoi një udhëtim të gjatë për të përshkuar shtigjet e Appellishanit. Megjithëse George, bashkëshorti i saj, nuk ishte i gatshëm të ndiqte të njëjtin rrugëtim, ai e mbështeti atë me gjithë zemër. Pas shitjes së shtëpisë së tyre në Atlanta, çifti u shprëngul për të jetuar me vajzën e tyre në Brentford, Tennessee. Ishte aty ku Jerry filloi të planifikonte ecjen e saj. Udhëtimi do të ishte i gjatë dhe i vështirë, dhe Jerry duhej të përballonte një sfidë të madhe. Disa vite më parë ajo kishte pësuar një dëmtim në shpinë, që e bënte të vështirë për të mbante çanta të mëdha dhe të rënda. Fatmirësisht, George gjeti një zgjidhje perfekte për të shoqen. Në vend që Jerry të mbante të gjitha furnizimet gjatë udhëtimit, George vendosi që ai t'i dërgonte furnizime në pika të ndryshme për gjatë rrugës. Kjo ishte zgjidhja ideale. Tani Jerry duhej vetëm të kryente disa teste stërvitjeje dhe do të ishte gati për të pushtuar shtigjet e Appellishanit. Më 23 prill 2013, Jerry dhe miki e saj Jane nisën udhëtimin e tyre nga Harper's Ferry në Virginia Perëndimore. Sipas miqve të tyre, ato planifikonin të ecnin drejt veriut për të arritur në Kididan dhe pas të ktheheshin për të përfunduar pjesën jugore deri në Springer Mountain. Në fillim gjithçka shkoi sipas planit, por pastaj fatkeqësia u përplas me ta. Në fund të qershorit 2 muaj pas nisjes së udhëtimit, Jane mori lajmin për një fatkeqësi familjare dhe nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të linte Jerryn vetëm në shteg. Por Jerry nuk u ndalë nga largimi i mikeshës së saj dhe vazhdoi udhëtimin e saj. Edhe pse ishte e vetme, ajo ja doli mbanë duke ndërtuar strehte improvizuara në zonat e largëta dhe duke u takuar me Georgein sa herë që ai i sillte furnizimet. Në fund të korrikut, Jerry kishte përshkuar rreth 1500 kilometra të shtigjeve. Ajo ndodhej rreth 320 kilometra larg nga mali Kididan dhe ishte shumë pranë përfundimit të pjesës veriore të rrugëtimit. Pas takimit të fundit me Georgein për furnizimet, Jerry duhej të përshkonte 35 kilometra në terren të ashpër. Ajo e dinte se këto kilometra do të zgjatnin të paktën 2 ditë dhe i mori një tendë me vete për çdo rast. E pushuar, Jerry ishte gati të vazhdonte rrugën e saj. Më 22 korrik, ndërsa po ecte në shteg, Jerry u largua paksa për të fshehur në pyll për nevojat e saj personale. Por nuk e kuptoi menjëherë se ishte humbur. Ajo përposhte ruante qetësinë, edhe pse nuk kishte asnjë ide se ku ndodhej. I shkroi Georgit një mesazh, duke i kërkuar të kontaktonte klubin malor. Mesazhi thoshte: "U largova nga shtegu. Nuk e di ku jam. A mund të telefonosh klubin malor që të shikoj nëse ndonjë rojtar mund të më ndihmoj? Jam diku në veri të Woods Road." Fatkeqësisht, Jerry ishte shumë thellë në pyll. Nuk kishte sinjal telefoni, kështu që mesazhi nuk u dërgua kurrë. Jerry mbeti e vetme, duke vënë re që mesazhi nuk po dërgohej. Ajo kërkoi një vend më të larg për të gjetur sinjalin, por asgjë nuk funksionoi. Ndërkohë George po priste i shqetësuar në pikën e caktuar. Moti kishte qenë i keq natën më parë, kështu që fillimisht ai nuk u alarmua shumë kur ajo nuk u paraqit në kohën e duhur. Por pasi priti një ditë të tërë, George kërkoi ndihmë. Policia e Maine dhe vullnetarët nisën kërkimet. Disa alpinistë me përvojë po përshkonin zonën përgjatë shtigjeve. Ata kontrolluan deri tek vendi i fundit i njohur ku Jerry kishte kaluar. Ndërkohë Jerry përpiqej të mbijetonte. Furnizimet e saj po mbaronin shpejt.
por ajo përqendroi në gjëra që nuk mund të kontrollonte, si ndërtimin një stre dhe të dukshme për të tërhequr vëmendjen e avionëve të kërkimit. Më 6 gusht, 15 ditë pas humbjes, Gjeri u përpoq të dërgonte një tjetër mesazh për Georgin, por pa sukses. Pasi nuk gjetën asnjë gjurmë të saj, autoritetet vendosën të ndalonin kërkimet. 2 vite kaluan përpara se trupi i Gjerit të zbulohej. Më 14 tetor 2015, një pylltar gjeti një trup të mbështjell në një thes gjumi. Ai kontaktoi menjëherë autoritetet, ende i habitur nga ajo që kishte zbuluar. Brenda çantës së saj ata gjetën gjithashtu ditarin që Gjeri kishte mbajtur gjatë ditëve të fundit të jetës së saj. Ditari ishte dëshmia e fundit e luftës së saj për të mbijetuar. Aty ishin të dokumentuara momentet e fundit të një gruaje që refuzonte të dorëzohej, pavarësisht rrethanave të tmerrshme që kishte përjetuar. Shënimet e saj të shkruara me dorë të lodhur dhe të dritur tregonin për netet e gjata dhe të ftohta, për urinë që nuk po e linte të qetë dhe për përpjekjet e saj të vazhdueshme për të mos humbur shpresën. Një nga shënimet e fundit të saj ishte e thjeshtë, por prekse. Kur të gjeni trupin tim, ju lutem, njoftoni burin tim Georgin dhe vajzën time Kerry. Më vjen keq që nuk munda t'u kthehem atyre. Unë i dua dhe mendoj për ta çdo ditë. Shënimi i fundit ishte një dëshmi e dashurisë së saj të thellë për familjen që kishte lënë pas, dhe i dëshpërimit të saj që nuk mundi t'i rikthehej te ata. Ishte si një përshëndetje e fundit për ata që e donin më shumë në botë. George dhe Kerry, të cilët kishin kaluar 2 vite të gjata duke kërkuar për të, u tronditën kur dëgjuan lajmin e tmerrshëm. Ditari që tashmë u kthye në një kujtim të çmuar, u lexua dhe rilexua nga George me lot në sy, ndërsa përpiqej të kuptonte momentet e fundit të gruas që ai kishte dashur kaq shumë. Ai e kishte mbështetur ëndrrën e saj për të udhëtuar, por tani pyeste veten nëse kishte bërë gabim më të madh të jetës së tij, duke lejuar të nisej vetëm në ato udhëtim të rrezikshëm. Kerry, e cila kishte mbetur pa të ëmën, nuk mund të përmbalte trishtimin e saj. Ajo e kujtonte gjithmonë si një grua të guximshme dhe të vendosur që nuk dorëzohej kur përballë vështirësive. Por tani ajo duhej të përballej me faktin se ëma e saj kishte kaluar momentet e fundit e vetmuar në një pyll të errët dhe të largët, duke luftuar për jetën e saj deri në fund. Ekipi i kërkimit dhe shpëtimit së bashku me oficerin Kevin dhe ata që ishin përpjekur për ta gjetur Gjerin vite më parë, gjeni një ndjenjë të thellë keqardhje. Ata kishin bërë gjithçka që kishin mundur, por pyetje thella të Mine kishin mbetur sekreti i tyre për shumë kohë. Për ta, ky rast nuk ishte thjesht një detyrë, ishte një humbje personale. Por historia e Gjerit nuk përfundon këtu. Ajo u bë një simbol për të gjithë ata që kërkojnë aventura dhe sfida në natyrë, por gjithashtu një paralajmërim për kujdesin që duhet të tregojmë kur ndërmarrim udhëtime të tilla të rrezikshme. Historia e saj frymëzoi shumë njerëz të rimendojnë sigurinë e tyre dhe rëndësinë e të pasurit një plan të qartë për emergjencat. Sot, shumë alpinistë që udhëtojnë në shtigjet e Appalachianit përpiqen të mos harrojnë mësimet nga historia e saj dhe të përgatiten më mirë për të papriturat. Në përfundim, historia e Gjerit është një përkujtues i ashpër se natyra mund të jetë po aq e pamëshirshme sa është e bukur. Ajo na tregon për fuqinë e shpirtit njerëzor për të mbijetuar, edhe kur gjithçka duket e humbur. Por gjithashtu na bën të reflektojmë për vendimet që marrim në jetë dhe pasojat e tyre. Çdo udhëtim është një aventurë, por ndonjëherë edhe më të guximshëm kanë nevojë për ndihmë. Pra, nëse ndonjëherë ndodheni në një situatë të vështirë, ose zitoni të kërkoni ndihmë dhe kujtoni se jeta është e çmuar. Gjeri, edhe pse humbi jetën e saj, na dha një mësim të rëndësishëm për vlerën e jetës dhe për dashurinë që duhet të ruajmë dhe ata që kemi pranë. Çfarë do të kishit bërë në vendin e saj? Do të kishit vazhduar përpara apo do të ishit ndalur? Ju lutemi, ndani mendimet tuaja në komentet më poshtë.